Gjua bota nga ëndra që kish parë, e qire i shante qeshte si e marë. Me flokët e pakreu shpresa shtukur, kërkonte bota trurin që kish humbur. Me sytë e zburdulluar ndjenja mpir, bota kafshonte veten si vampir. Si erdi kjo sëmundje kush e son, çku qetën nga legjendat birin polën. E bota kur veten e ndërsen dhe kërkonte një arsye, por se gjente. E trembi të shkoj në pasqyr, kjo bot vete vrar, kjo bot e mtyr, e pisët, e palar, pa tualet. Vetës i bërsule dhe vret. E në një qas që stepet së vajton, e pyet bota veten, hej, ku po shkon? Ku po shkon kjo bot, nuk e di asnjëri, nuk e di asut, nuk e di as ti, ku po shkon kjo bot, pa ma thuaj ti, pa ma thoni jo, kjo është motori. Kur Aurela Gaçi këndoi këto vargje, ndoshta nuk e kishte menduar as Tiranën, dhe as qendra e qytetet e tjera në botë të izoluara kështu. Treshtimi dhe sakrifica në emër të jetës, tani i takon banorëve të tokës. Vetë artistja ka ndarë si mesazh për këtë periudhë të vështirë, izolimin e saj të dikurshëm në emër të jetës. Mjekët më dhanë urdhër të qëndroja në shtrat në mënyrë absolute qysh kur zbuluam shtatzanin. Mendojeni pak, jo një ditë, jo një javë, jo një muaj. Nuk dihej sa mund të vazhdonte rreziku, kështu që isha e detyruar për shëndetin dhe jetën e asaj krijese që po rritej brenda meje. Vajza e madhe, Grace, donte të flinte me mua, ta merrja në krah, të luanim siç ishim mësuar të bënim çdo ditë. Unë sigurisht nuk mundesha. Ajo mundohej të kuptonte, për çka se ishte vetëm 4 vjeç, më puthte mua dhe barkun. A mërzitesha? A qaja? Sigurisht që po. Por arsyeja pse po e kaloja këtë karantinin ishte vetëm e vetëm për jetën e re që po vinte në familjen tonë. Ju sot mund të luani brenda shtëpisë, të gatuani, të kërceni e të tjerë. Por ka gra të cilat s'kan mundur edhe për 9 muaj të bëjnë asgjë nga këto në emër të jetës. Kështu lindi edhe vajza e dytë e artistes që sot e duan të gjithë, sepse jeta di të prevalojë mbi vdekjen, edhe në këto kohë të vështira, sepse bebe plot jetë lindin këto ditë, duke na dhënë mesazhe të shpresës. Një fëmijë është një gëzim, por 2 duket si një bekim i vërtet. Kështu ka ndodhur edhe në familjen Pengili. 2 të rinj sapo kanë pritur bashkë me vajzën e tyre Kloen, edhe 2 beba të tjerë. Ishte 21 mars, kur Sandra solli në jetë Hansin dhe vajzën Michelle, që janë motra dhe vëllai i Kloes së bukur, një vajze 4 vjeçare, që këto kohë ka qëndruar në shtëpi për të pritur mrekullitë që do t'i sillnin prindrit. Ditë vështirë, mama edhe papi më kanë bërë shumë një vuara të madh. Me një motor, me një uva, ne jemi në shtëpi, reni edhe juve në shtëpi. Ne do të dalim koronavirus. Vetëm në redaksinë A2CNN në këto ditë izolimi, stafi është shtuar me 3 fëmijë të shëndetshëm, që pa diskutim na sjellin mesazhin më të bukur në tokë, atë të jetës. Këta janë binjakët që lindën më 17 mars 2020. Sigurisht reporteri që shpesh e keni parë përmes ekranit të A2CNN, tani më ka një detyrë tjetër, të qëndroj pranë familjes në emër të jetës. Për shekuj me radhë, njerëzimi është përballur me sfida dhe fatkeqësi të ndryshme. Por vetëm fal vullnetit dhe forcës, ai ka arritur që ta mposhtë vdekjen. Jeta ka triumfuar sërish. Binjakët e mi, Inalti dhe Era, kanë lidhur fiks në 17 mars, në ditën kur u shërua dhe pacienti i parë me koronavirus. Ndaj ne të gjithë bashkë, duke zbatuar rregullat dhe normat e përcaktuara nga ekspertët, sigurisht që do ja dalim. Unë qëndroj në shtëpi për të mirën e familjes time. Ashtu bëj dhe ti.
Izolimi me siguri do t'jeti vështirë për to, ashtu si kurse edhe për shumë vajza, që sot do duhet të ishin në një pritje të ëmbël, por gjenden të izoluara dhe mbeten vetëm me përkëdheljet e tyre dhe shëtitjet e vogla nëpër shtëpi. Përshëndetje dy CNN. Në këtë periudhën e vështirë të karantinës, që tashmë prej 2 javësh, unë jam edhe në pritje në ëmbël. Kemi kohë akoma për të pritur edhe ëngjëllin, pasi ai është nga qeshori. Për diskutim që jam pak e shqetësuar, nuk kam dalë nga shtëpia në fakt, që nga data 9 mars deri më tani, për faktin që t'jem edhe më e kujdesshme, jo vetëm për vete, por edhe për bebi. Më mungon shumë shëtitjet në ajër të pastër, në liqen, më mungon shumë, pasi nuk kam bler asgjë deri tani për bebin, por shpresojmë që kjo periudhë të kalojë shpejt. Uroj në fakt që si për mua të gjitha nënat që janë në pritje të ëmbël të mos shqetësohen, përpiqem të mos e marr me stres, ta kaloj më me lehtësi. Shëtitjet e mia janë vetëm brenda ambientit të shtëpisë ose në verandë, kam një verandë të vogël ku mund ta kaloj kohën e lirë. Megjithatë, kam lexuar dhe shumë libra. Një këshill për mua për të gjithë nënat që janë në pritje të ëmbël është që duhet ta përjetojnë më pak, të lexojnë libra, të mos jenë shumë të shqetësuara dhe thjesht ta mendojnë si një ëndër e cila do të kalojë shpejt. Uroj që për mua dhe për të gjithë shqiptarët kjo periudhë të kalojë dhe unë shpresoj që do ja dalin. Faleminderit. Por forca është e madhe, sepse jeta do të triumfojë sërish, sepse të tilla mesazhe po marrin jetë sot nga shumë ballkone të botës, nga shumë shtëpi, edhe nga shtëpia jon, ajo e A2 CNN, që uron